Një fond prej 161 milion lekësh u akordua për projektin e rrethimit të qendrës eksperimentale në Shamojgjin të Vlorës, një investim që kishte si synim sigurimin dhe sistemimin e plotë të perimetrit të zonës. Megjithatë, gjatë fazës së zbatimit, projekti duket se ka pësuar devijime nga plani fillestar, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e realizimit dhe përdorimin e fondeve publike. Në një pjesë të territorit janë vendosur bariera mbrojtëse metalike, ndërsa pjesa tjetër e projektit është vijuar vetëm me tel rrethues të thjesht. Ky ndryshim ka sjellë reagime dhe dyshime lidhur me standardin e punimeve dhe përputhjen e tyre me projektin e miratuar fillimisht. 161 milion lek u shpenzuan për projektin e qendrës eksperimentale në Shamojgjin që kishte të bënte me vendosjen e barierave mbrojtëse në këtë objekt, por duket se projekti ka devijuar rrugës. Kjo që ka të bëjë pikërisht me atë që ndodhet pas krahëve të mi, një projekt i nisur pikërisht me bariera mbrojtëse dhe mur të vendosur në një pjesë të tij, ndërsa më pas ka përfunduar në një tjetër zhvillim. Nuk dihet nëse vlera e përcaktuar në projekt 160 milion lekë të vjetra ishte përcaktuar deri në këtë pikë dhe më pas gjithçka shkryer me mjete rrethanore, apo kjo vlerë ishte për gjithë projektin. Sipas të dhënave, projekti ishte parashikuar të përfundonte brenda një afati 3 mujor, por në dokumentacion nuk janë bërë publike qartë datat e nisjes dhe të përfundimit të punimeve. Po ashtu ende nuk dihet nëse vendosja barierave mbrojtëse do të vazhdojë dhe në pjesën tjetër të qendrës, apo nëse projekti do të mbetet i papërfunduar në formën aktuale. Mungesa e informacionit të detajuar dhe ndryshimet e konstatuara në teren kanë shtuar kërkesat për verifikim të projektit me qëllim garantimin e transparencës dhe llogaridhënies për fondet e shpenzuara.